Vladimir Putin duket se më në fund po dorëzohet. Ai foli një ditë më parë për mundësinë e dhënies fund shpejt të konfliktit me Ukrainën. Arsyet mund të jenë të shumta, nisur nga kostot njerëzore të parat. Të vrarët rusë mund shkojnë deri në mbi 1 milion, më shumë se 3 herë nga viktimat e Ukrainës. Kostot ekonomike gjithashtu. Pamjet video nga Moska tregojnë qendra tregtare të boshatisura, çka do të thotë se efekti negativ i luftës ka mbërritur në tavolinat e rusëve të thjeshtë. Lëkundet e ekuilibrave gjeopolitik pas konfliktit Iran-Izrael-SBA mund të jenë një tjetër arsye pse Putin kërkon të mbyllë një luftë që duket pafund dhe të përqendrojë vëmendjen në një zonë të botës ku loja për territore naft dhe influencë është hapur sërish. Por mbyllja e konfliktit në zemër të Europës, megjithëse është një lajm i mirë nga ana e sigurisë, mund të sjellë një tjetër zhvillim jo pozitiv. Zgjerimi i integrimit mund të marrë një goditje, të ndalojë ose në një tjetër drejtim, duke lënë sërish jashtë Ballkanin, pra Shqipërinë. Në Europë nuk janë të panjohur zërat që edhe sot kërkojnë që zgjerimi fillimisht të përfshijë vende si Ukraina dhe Moldavia për të shpëtuar nga gllabërimet e reja të mundshme nga ana e Vladimir Putin. Lajmi i keq është se këto janë pothuajse po të njëjtë zëra dhe vende që nuk kanë fshehur kurrë indiferencën, mospëlqimin, bilendonjë dhe bezdinë e mundësisë së futjes në Union të Malit të Zi, Maqedonisë Veriut, Shqipërisë dhe sigurisht të Kosovës dhe Bosnjës. Një mbyllje e shpejtë e konfliktit të Ukrainës në shumë nga këto vende skeptike, ku të djatha nacionaliste vazhdojnë të forcohen, do të forcohen gjithashtu dhe rezistencën ndaj politikës aktualisht dashamirëse të Brukselit ndaj Podgoricës dhe Tiranës. Dhe me rikthimin e vëmendjes te Ukraina dhe Moldavia, këto vende do të kishin dhe justifikimin e dur. Zgjerimi nuk ndalet, thjesht riorientohet. Por në fund fare problemi nuk qëndron as te Rusia dhe as te Ukraina apo Moldavia. Kjo e fundit, për shembull, po jep shembullin se edhe në kushtet super të vështira, kur një pjesë e territorit saj, Transnistria, sot kontrollohet de facto nga Rusia, vendi megjithatë ecën parë në rrugën e reformave, stabilizimit dhe demokratizimit. Pyetja është, a mund të thuhet e njëjta gjë për Maqedoninë, Kosovën, Shqipërinë apo Malin e Zi? Po e lëmë me një anë Malin e Zi. Në Shqipëri, armiku më i madh i integrimit është mes nesh. Përplasja mes drejtësisë dhe majorancës tregon fragilitet të institucioneve dhe një balancë ndet pa gjetur mes pushteteve, të cilat shpesh janë në influencën okulte ose të grupeve të interesit ose të grupeve politike. Dhe me grupe politike i referohem falangave të drejtësisë që komandohen nga njeriu zyrtarisht më i korruptuar në vend, gjykuar e tillë nga SBA dhe Britania e Madhe, Sali Berisha. Në Maqedoninë e Veriut rikthehen protestat për gjuhën shqipe, një ngërç që duhet ishte kapërcyer në vitet 2000, por që rikthehet pas më shumë se 20 vjetësh, së bashku me frymën radikale të ekstremistëve të djathtë që këmbët i kanë nga Brukseli, por sytë e zemrën nga Moska. Dhe si të mos mjaftonte kjo, sot në Shkup, Mickoski dhe Albin Kurti shtrëngojnë duart dhe puthin faqet, si dy aleatë dhe miq të mëdhenj që cimentojnë aleanca politike cross-border me njëri tjetrin. Por për një tjetër dialog, ato me Serbinë, që Bashkimi Evropian e ka vendosur si kusht për vazhdimin e procesit të integrimit Prishtinës, Albin Kurti e ka hedhur në koshën e plerave. Sigurisht ai mund ta bëjë, është njeriu më i rëndësishëm politik në vend. Po pyetja është, përsa atëherë kërkon integrimin, kur je vetë ti i pari që punon kundër tij? Për këtë do të flasim sonte. Sigla.